Shëndetje, selam aleikum. Jetën e përditshme neve na ndodh që të kemi nevojë të marrim vendime të duhura. Nganjëherë këto vendime t'japin kohë për të menduar, analizuar dhe për të konsultuar. E nganjëherë janë të menjëhershme. Nganjëherë marrja e vendimit të duhur mund të shpëton jetë. Nganjëherë mund të shpëton shtëpi, mund të shpëton krijesë caktuar. Nganjëherë mund të jetë vendim i rëndomt. Nganjëherë mosmarrja e vendimit mund të ketë pasojë të mëdha. Nganjëherë mund të ketë pasojë por jo as të mëdha. Me një fjalë, ne duhet jemi të kujdesshëm karshi vendimeve që i marrim. Ka disa vendime të nderuar shikues që i kemi të domosdoshme. Dhe çdo prolongim karshi vendime të tilla është shumë i kushtueshëm. I kushtueshëm në forma të ndryshme. Andaj duhet guxim, vullnet i fuqishëm, stabilitet dhe tjemësi. Për çfarë vendime po flasim? Mos mendon dikush se në vendim kush dhe çfarë të bëjmë. Jo, ka të bëjmë me neve, me vetët tona. Vendimi për t'jekur në dorë nga rruga gabuar, nga jeta e çorientuar, pa qëllim, pa rol, një jetë që orientohet dhe dirigjohet kryekëput nga dëshira për argëtim, dëfrim, kënaqësi, e që shpesh herë nuk është në drejtim i duhur. Andaj, të gjithë ne gabojmë, të gjithë ne mëkatojmë. Mirë po, duhet të jemi ata që marrim guximin për të marrë vendimin e duhur se mjaft më. Kështu nuk shkon. Duhet të ndryshoj veten time. Duhet të hjeki dorë nga praktikat e caktuara të gabuara. Duhet që tash e tutje t'i kryej obligime që i kam. Mjaft më shpërfillje, mjaft më papërgjegjësi. T'i kthehemi Zotit ton. Pendimi të nderuar shikues, është një nga vendimet më të guximshme, më të rëndësishme që mund t'i ndërmarrim në jetën tonë. Pse është vendimi guximshëm? Mos ta kuptojmë këtë se është e vështirë. Jo. Mirë po, zakonisht njerëzit, kur të thirren për të penduar, kur të mendojnë për të penduar, i kaplen një frikë. Cila është e frikë? Ama falë Zoti. Kam bërë të këqijet shumë ta. Gjatë ka qenë kjo punë. I themi guximshëm, Allahu të falë. Jo që ne këtë guxim e kemi nga vetja jonë, por kaq të guximshëm për të inkurajuar çdo mëkatar për pendim na bën pikërisht Zoti jon. Premtimi i tij, i cili një rast kështu thot: Kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu thot kështu: O ju robë të mi, jeni robë të mi, mëkatuat, nuk mëkatuat, të mi t'jeni. Shikoni këtë përkatësi që të bën krenar, robë i Zotit. Jeni të mi të Allahu po. Për kundër faktit që mund ta keni tepruar mëkatim, vazhdon Zoti duke thënë. Mund ta keni tepruar mëkatim, shumë mëkate keni bërë. Shumë në kuptim të kohës, në kuptim të dëmtimit, në kuptim të sasisë,
Shumë keni bërë mëkate. Megjithatë, mos t'ju dekurajon ky fakt e t'jekni dorë nga pendimi. Allahu na mëson që t'jemi të guximshëm e të pendohemi. Ka dhe frikë tjetër që na ka plan. Cila është e frikë? Isha penduar në hoqë. Unë e kësha hekë dorë nga kjo keqe. Po nuk jam i sigurt se muna me majtë. Nuk jam i sigurt se zgjatë shumë kjo punë. Nuk jam e sigurt se mund të përshtatem me këtë pamje, mund të përshtatem me këto rregulla, kam frikë. E po pikrisht për këtë qëndroj sot para jush. T'ju them, mos ke frikë. Kërkohet guxim, nga se edhe kësaj radhe guximin, prej ku e marrim? Sirën e parë, pe Allah të mënduar. Kush të garanton stabilitet? Kush të garanton qëndrueshmëri? Kush të garanton vazhdimsi në punë të mira? Kush garanton? Po Zoti mënduar, Allahu xhallahu ala. Allahu në Kur'an thot: "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, lakana khayran lahum wa ashadda tathbita." Qartë. Në qoftë se ata veprojnë sipas asaj që ne kemi këshillu. E me çka Allah na ka këshillu? Me pendim e dëgjuam. Në qoftë se ata i ndjekin udhëzimet tona, respektojnë këshillat tona, çfarë ndodh? Allahu tha, kjo për ta do të ishte shumë e dobishme dhe do të ishte faktor i stabilitetit dhe qëndrueshmërisë. Andaj, në qoftë se ne jam mësym udhës së duhur, vetëm mësymja kësaj rruge na bën kandidat potencial për të përfituar nga premtimi hyjnor, sa ai garanton pasaj stabilitetin. Nëse ne hiqem dorë nga shoqënia e keqe, largohemi, frika se mos po kthehem prapë tek ata, duhet larguar me ndërmarrjen e masave të duhura dhe me mbështetjen e Allahut në mënduar se ai na përkrah dhe mjafton kaq. Prandaj nuk kemi arsye për të pas frikë nga pendimi. Nuk kemi arsye që të kemi frikë nga përmirësimi i gjendjes tonë. Me që jemi të bindur se duhet ndryshuar. Me që jemi të bindur se duhet penduar. E kemi garancën hyjnore nga Allahu i mënduar. Çdo mëkat falet. Të gjitha falen. Kemi garancë se ai na ndihmon, ai na përkrah që të vazhdojmë tutje pas pendimit, të jemi stabil, qëndrueshëm. Pse frikat? Pse hezitim? Të nderuar, si mund të jenë fjalët e njerëzve dekurajuese, keqadashëse, ziliqare, garancë më e madhe për neve, me ndikim më të madh tek ne se fjala e Allahut të mënduar. Si mund të jetë kështu? Ka njerëz fatkeqësisht që thonë, s'në marr. Nëse pendohesh largosh nga kjo, jeta jote tani si bëhet? Jetë xhamie, jetë mbyllur. Mbyllësh, këtu janë friksime djallëzore. Që frymëzon djalli, viktima të caktuara nga njerëzit, t'ua thonë njerëzve të tjerë që synojnë pendimin. Mos i dëgjoni. Ti godasim këto cytje djallëzore, këto dekurajime keqadashëse, me këto premtime hyjnore. Kjo është e kërkuar për neve. Jo pse po kemi dëshirë të kështu, po për shkak se pikrisht është kështu. Për shkak se kështu Allahu tha në Kur'an. Dhe fjala e tij është e vërtetë. Pas fjalës së Allahut, pas premtime hyjnore, nuk duhet na bën përshtypje asgjë tjetër. Të nderuar, në kohën e Muhamedit alayhis salam, jo të gjithë njerëzit besuan më një herë. Pa të atil që refuzuan, e mohuan, e gënjyen, madje keqtrajtuan. Andaj të nderuar, të gjitha këtyre ngarkesave, cytjeve djallëzore, që na friksojnë e dekurajojnë, nga marrja e vendimit të duhur të guximshëm për pendim, të gjitha këtyre thirrjeve, t'ju përgjigjemi guximshëm, bindshëm, t'i godasim fuqishëm,
përmes premtimeve hyjnore. Përmes asaj që Zoti garantoi se na i fal mëkatet. Na mban stabil në rrugën e tij, na ndihmon e kështu me radhë. Nuk ka vend për frikë. E çfarë do lloj qoftë ajo? Momenti kur ne kaplohemi nga mirësia, mëshira dhe bujaria e Allahut të mënduar. Po edhe në qoftë se ndodh pas pendimit, pas keqardhjes për mëkatin e bërë, ndodh prap biesh mëkat, prap pendohu, mos jegdor kur nga një e drejtë që Allahu ta ka garantuar, e drejta e pendimit dhe e kthimit. Kjo është e drejtë e jotja. Prandaj, mos jegdor besoj, lufto për këtë drejtë sikur se lufton për të gjitha të drejtat e tjera. Djalli i mallkuar tenton që ta cënon këtë drejtë. Me cytje, me përshpëritje. Madje edhe përmes njerëzve të caktuar. Që fatkeqësisht janë viktima të këtyre cytjeve djallëzore. Duke thënë se jeta bëhet e vështirë, jeta bëhet e rëndë, mbetesh mbyllur në xhami e kështu me radhë. Të gjitha janë mashtrime. Nuk është e vërtetë. Jeta bëhet shumë më e mirë, më organizuar, më e strukturuar, ka një qëllim, ke një rol, dhe tashmë kënaqësia ka një shije ndryshe. Tashmë shoqëria ka një përjetim ndryshe. E shumë të tjera. Për të qenë kjo kështu, sikur që deri më tani përmenda. Të pendohemi, të përmirësohemi, të jemi stabil, e kështu me radhë i dëgjuam premtimet hyjnore. Dhe nuk duhet fare të kontestojmë. Nuk duhet fare të hamendemi. E çfarë duhet të bëjmë karshi kësaj? Duhet që të interesohemi për pendimin tonë. Si pendohet një njeri? Të nderuar, pendimi tek ne nuk kalon përmes rrëfimit. Nuk kemi nevojë të rrëfemi ndokujt për njerëzve e të na fal, nga se nuk i fal mëkatet askush pas Allahut. Nuk kemi nevojë të publikojmë mëkatet tona, të flasim për to, nga se pendimi është një komunikim sekret, privat, mes robit mëkatar dhe Zotit falës e bujar. Është përzurë e thjesht. Çfarë duhet të bëjmë? Duhet keqardhje. Duhet të ndihemi keq për çdo vepër të keqe që kemi bërë e që duhet pendohemi. Kjo është normale. Nuk është normal që njeriu që bën keq ndihet mirë. Është çrregullim ky. Duhet ndihemi keq. Duhet që me një herë të ndalim punën e keqe. Nuk ka kuptim që të pendohemi nga puna e keqe e ne të vazhdojmë të bëjmë atë. Nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim që të pendohemi nga mos zbatimi një obligimi të caktuar e pastaj të vazhdojmë të mos zbatojmë. Nuk ka kuptim. S'ka logjik. Të ndihemi keq. Të heqim dorë më një herë nga puna e keqe. Ose t'ja mësojmë obligimit caktuar që se kemi kryer, e kemi bë gabim kur se kemi kryer, ta kryejm. Dhe të vendosim. Shiko sa e bukur është kjo. Shiko ndëruar. Të vendosim ne. Neve në takon të vendosim. Se në të ardhmen nuk do të bëjmë çime të tilla. Ne vendosim. Dhe në Allah mbështetemi. E në qofse ndodh të ardhmen që si pasoj e rrethave të caktuara, jemi njerëz mund nga bëjmë, prap mund të bëjmë shumë caktuar, prap pendohu, prap e njëjta vlen. Mirë po, ai cili te Allahu sinqerisht pendohet, me keqardhje, me ndërprerje të punës së keqe, me vendosmërisën të ardhmen nuk e bën më, zakonisht nuk kthehet. Mirë po, pse po e përjashtoj me këtë aneks të shpjegimit
këtë që përënda me herët. Nga se ndodh njeriu që t'i kthehet prapë mëkatit caktuar, ndodh. Dhe zakonisht pastaj, frika për të penduar është më e madhe herën e dytë. Me që ka pësuar dështimin e po i them, nuk ke arsye me pas frikë, edhe në qoftë se mëkatin e përsërit. Gjithmonë tek Allahu pendohu. Ama pendohu sinqerisht. E në qoftë se mëkati pastaj është afekt, lëshimi i caktuar, prap pendohu. Do ta gjesh Zotin gjithmonë falës, i cili të pret t'i kthehesh. T'i kthehesh mëshirës e tij, t'i kthehesh faljes së tij. Ai ka përgatit shumë shpërblime për ty. Ai ka përgatit shumë mirësi për ty. Mos u privo për shkak të një kënaqësie caktuar apo frike caktuar për pendim. Përfiton nga këto oferta hynore. Ti e unë gjithë ne. Prandaj ne mëkatojmë, jemi njerëz, por kemi Zotin bujar, falës, i cili na ka shtjelluar sa bukur rrugën e pendimit dhe e ka hapur derën e kthimit. Ti zbatojmë këto udhëzime, ti zbatojmë këto këshilla, e të pendohemi ditën e natën, vazhdimisht. Mos ta prolongojmë pendimin, mos ta lidhim me datë caktuar, mos ta lidhim me zhvillim caktuar, po letet momental. Nga se vdekja nuk lidhet me datë caktuar, se pas neve. Vdekja nuk lidhet me rast caktuar, bie befas, papritur. Andaj, ajo do të vije se do të vije. Na gjen të penduar, e të përmirësuar, na gjen të përkushtuar në punë të mira, në përpjekje për të bërë mirë. E pastaj do të befasohemi nga mirësitë e Allahut e shpëlimet të pakufishme. Zotë ne falë mëkatet tona. Na e përmirësoft Allahu gjendjen tonë. Na mundsoft Allahu që t'i shpëtojmë këtyre sulmeve djellëzore për të na friksuar e për të na bërë që të ikim nga Zoti jonë. Allah i largof gjitha këto e t'i kthehemi guximshëm Zotit tonë, me dashuri e respekt, nga se jemi të ati, jemi rob të tij. Po edhe nëse gabojmë, prapë tek dera e tij duhet të shkojmë. Zoti na fal, na përmirësoft. Shumë faleminderit.